Luftës dytë nuk humbi vetëm Gjermania luftën, edhe Italia. Po humbi edhe Britania e Madhe, edhe Franca. Po të shofësh çfarë ndodh mas luftës dytë botërore. Britania dhe Franca humbin gjithë pozitën e vet koloniale. Shpërbëhet. Dhe në fakt Evropa humb lufta e dytë botërore është si thosh e vendos e bardhë mbi të zezë rënien e primatit, të cilin Evropa kishte pas le themi në botë të pandërprer që nga shekulli i 16 e tutje. Shekulli i 16 është fitoria, se tush primati, vendoset primati, që mbe fillimet e perandorive koloniale, me interesat global, që vetëm Evropa i ka. Në të vërtet ke një kin perandorake shumë të fortë, apo ke një perandori muslimane diku këtej nga India relativisht fort, me vërtet ke perandorinë otomane të rëndësishme. Po, është Europa në tërësi që ka interesa global. Si tu janë vendet europiane që kanë interesa të rëndësishme globale. Primatin ata e kishin. Primatin ata e kishin. Dhe ky primat vdes në luftën e dytë, me luftën e dytë. Dhe si lidhet kjo me Amerikën? Sepse vendet europiane nënshtrohen Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një farë mënyrë, nëse do shohësh, nëse ti do shohësh për shembull idenë e eksportit të demokracisë. Ideja e eksportit të demokracisë nuk fillon vitet 90. Ideja e eksportit të demokracisë fillon në kohën e luftës së dytë, ku procesi i denazifikimit ose defashistizimit, pavarësisht se kishin precedent historik, pa mbështeteshin precedent historik. Pra kishte regjime deri diku demokratike ose liberale para ardhes si Hitlerit apo Mussolini dhe Hitlerit në pushtet, në fakt, mas luftës së dytë, procesi i denazifikimit vendos një regjim i cili është në mos i njëjti, mbështetet mbi të njëjtat vlera si ato të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe rezistenca që i bën De Gaulle me daljen nga NATO, prap Franca rikthehet në NATO. Anglezët e njohin shumë mirë këtë nënshtrimin ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. E fillojnë më vonë, e fillojnë deri diku më herët, tentojnë ta fillojnë më herët marrëdhënien speciale. Ajo që bën Churchillin me Rooseveltin nuk është gjë tjetër vetëse jo një nështrim, por një dorëzim i cili ka filluar dal nga dal mas luftës parë botërore, gradualisht derisa mas luftës dytë flitet për marrëdhënien speciale. Çfarë është marrëdhënia speciale? Është marrëdhënie që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës me Britaninë, që në fakt është deri diku jo nështrimi, po njohja e primatit. Është kështu reverse. Dhe për më tepër, kur britanikët se tush tentojnë deri diku t'i përdorin Shtetet Bashkuara të Amerikës për të arritur një lloj, sepse në luftën e dytë çfarë bëni, përdorin. Shtetet Bashkuara të Amerikës mund mos kishin fut luftën e dytë botërore. Mund të kishin lënë që Europa të ktheheshin një dominion gjermanik. Britanikët janë aq të aftë sa deri diku, nuk po them ti manipulojnë. Por opinioni publik amerikan para luftës dytë botërore ka qenë goxha i prirur të pranonte deri diku edhe atë le të themi idenë për të mos u futur në luftë. Idenë që fundja fundit problemet europiane ishin probleme të natyrës europiane. Idenë që luftën e parë ishin fut jo sepse donin amerikanët, por sepse i kishin futur europianët. Pa britanikët arritën të manipulojnë, por ky manipulim si thosh erdhi me një çmim. Likuidimin e perandorisë koloniale, cilën amerikanët ja kishin kërkuar që mas luftës parë. Po mas luftës dytë ishte pamundur të mbahej perandoria koloniale. Dhe kjo është aleanca ideologjike që ka qenë një aleancë dorëzimi. Dhe çfarë po ndodh tash deri diku mes Rusia dhe shumë interesante si tezë. Rusisë dhe Kinës edhe Iranit dhe Kinës. Mund të ndodhi kjo që po flasim. Pra një lloj dorëzimi ku këto dy vende sa do të rëndësishme. Kina merr më pas se thosh ka një primat të rëndësishëm politik. Fjala vjen, nëse do ta lexonim vizitën e Trumpit në Kinë. Po, aty do dilem fakt. Si një tentativë, po ta vesh re. Amerikanët kanë kërkuar ndërmjetësimin kinez për të dalë nga konflikti ose për ta nxjerrë Rusinë nga konflikti në Ukrainë deri diku. Kanë kërkuar një lloj mbështetje. Po, kjo është e vërtetë. Ose më saktë kanë kërkuar që Rusia dali nga konflikti por të lidhet
me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ose kanë kërkuar që Kina të ndërhyjë në frenimin apo në mbarimin e konfliktit në Ukrainë. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja njohin rëndësinë Kinës në raport me këto dy aleatë. Me këto dy vatra, Ukraina ideja është sa më shumë ta ndjejnë peshën e konfliktit këto dy vende, pra sa më shumë të ndjehen të rrezikuara, aq më shumë do t'i afrohen Kinës, por nuk do t'i afrohen si të barabartë. Do t'i afrohen si vende që kanë nevojë për asistencë. Si Europa me SBA-n. Deri diku, jo në ato lloj forme. Sepse pavarësisht gjithave, paradoksi i cili është me diskutimin po të kthejmë ke BRICS-i. Paradoksi është ky, vendet e BRICS-it nuk kërkojnë një lloj sinergjie, nuk kërkojnë të ndërtojnë një alternativë ndaj marrëdhënies Bashkimi Evropian Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk kërkojnë të ndërtojnë një marrëdhënie e cila kopjon institucione të cilat drejtohen dhe mbahen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kërkojnë të ndërtojnë një federat, një konfederat deri diku, në të cilën të jenë aktorë të mëvetshëm. Pra të kenë mundësinë të marrin përsipër ose të mbarin përsipër interesin kombëtar. Pra fjala vjen, Indonezia të ketë më tepër autonomi në zonën e vet, në të lagjen e vet. Timor Lindor, në raport me Malajzinë e kështu me radhë. Nuk e di, Brazili me Guajanën apo me vendet e tjera përreth. Mos kenë presionin e Shtetit Bashkuara të Amerikës, cilat i ndërhyjnë në punët e brendshme me pretekstin e drejtave të njerëzit, fjala vjen. Por objektivat e vendeve të BRICS-it janë gjithmonë objektiva që lidhen me esencën e vendit, me esencën e regjimit. Ndërkohë që në situata të tilla, në këto situata post-konfliktuale kur vende si puna e Iranit ose Rusisë do dalin të dobësuara nga lufta, raporti me Kinën nuk do të jetë më ky. Do të jetë një lloj rindërtimi. Kush e rindërtoi Evropën mbas luftës së dytë botërore? SBA-ja, plani Marshall. Dhe normalisht mbi bazën e planit përpara planit Marshall ke mos gaboj doktrinën Truman. Doktrina Truman. Greqia Greqia dhe Turqia. Po ta marrësh dhe ti shohësh këto dy vende, po të bësh një paralelizëm. Problemi i madh i Turqisë cili është? Frika nga Bashkimi Sovjetik. Problemi i madh i Greqisë cili është? Frika nga lufta civile, që Greqia përjetoi nga viti 44 deri në vitin 48-49. Pra ardhi e komunizmit në pushtet, që bëri të mundur që dy vende armike, gati ke ekzistenciale, që kanë pasur një luftë shumë të vështirë nga vitet 20 deri në vitin 20-23, pak a shumë është lufta greko-turke. Shumë të vështirë, me pretendime të jashtëzakonshme kundrejt njëra tjetrës, me pretendime të Greqisë për Turqinë, me pretendime të Turqisë ndaj ishujve të Egeut, dhe bëhen bashkë. Pse bëhen bashkë? Sepse rreziku më i madh ekzistencial është Rusia. E thashë si mund të bëhet po të mos kishte qenë Rusia, Bashkimi Sovjetik në atë kohë. Greqia me Turqinë do të vazhdonin konfliktin. Këtë lloj konflikti, cilin e shohin materializuar mbas luftës së ftohtë në vitet 90-2000, kemi përballjet mes Greqisë dhe rikthimin pas rënies së rrezikut Bashkimit Sovjetik. Ndërkohë nisur nga kjo parashtrimi i bëre, i bie që ky të jetë takimi i dy njerëzve, i dy titanëve, le të themi, dy njerëzve më të fortë, i dy botëve. Si e vlerëson, a do kemi një deeskalim? Bota kineze, bota që i referohet Kinës, është shumë e vogël se ajo që referohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse në thelb qëndron kjo ideja që bota që referohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një pjesë e mirë e ka të rëndësishme më shumë rritjen e regjimit se sa rritjen e pavarësisë së vendit. Rritjen e regjimit me referencë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse bota që referohet Kinës ka parasysh rritjen e regjimit si anti-referencë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Pra, në qoftë se një diktator autoritar, fjala vjen, i afrohet Kinës, ka për qëllim të ruajë dhe regjimin edhe pavarësinë ndaj shërbave. Ndërkohë që nëse një diktator, fjala vjen, i afrohet shërbave, po ti marrësh monarkitë e Gjirit. Monarkitë e Gjirit kanë kalë dhe po të veshre në këto 20 vjetët e fundit kanë bërë reforma, të cilat e kanë përafruar modelin e vetë ndaj një lloj kulture perëndimore, duke futur disa vlera që cilat mund të jenë edhe banale, por që shënojnë një lloj hapi progresiv deri diku. Për të mos fol pastaj për vendet e Evropës lindore që janë, siç e kanë adoptuar modelin edhe vlerat deri diku të asaj që quhet demokracia perëndimore, që por që në fakt është një sintezë demokracisë amerikane me atë deri diku europiane. Dakor Klejt, po ajo që këto janë të dy, po është e vërtet kjo. Po bota kineze është në bërje sipër. Dakor. Edhe ajo që neve mund të themi është kjo, që bota kineze është në bërje sipër, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jenë të zgjatur shumë, nuk kanë kapacitetin dhe po të duan ekonomik edhe ushtarak për të qenë prezent në të gjitha anët e globit. Po. Pra, është kjo lloj dobësie që i jep mundësi Kinës. Po kjo nuk do të thotë që Kina ta ketë mundësinë që ta kontrollojë këtë lloj. Pra, të zërë vendin Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe në mes të këtyre gjendet një zonë gri, në cilën këto dy vende do përballen. Te Izrael Hayom Klejt ishte regjia do ta kem atë, ishte një lajm i cili thoshte që Trump mund t'i bëj presion Kinës me Tajvanin. Domethënë, ideja është zgjidhet lufta në Iran dhe çmimin e paguan Tajvani. Në kuptimin që nëse Trump i kërkon Kinës për t'i bërë presion Iranit, Tajvani mund të paguajë çmimin. Është vështirë ta imagjinosh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i heqin mundësi. Problemi i Tajvanit është në shumë plane. Nuk është thjesht problemi i Tajvanit në vetvete, pra nuk është problemi i enklavës Nagorno-Karabakut në Po, është ajo që simbolika e asaj. As simbolika, po të duam, edhe simbolika, po ta shohësh, është një lloj arkitekture mbrojtje, është një lloj katërkëndshi i krijuar nga Japonia, Korea, Tajvani edhe Australia në atë zonë, që shërben si një aleancë për mbajtje ndaj Kinës, në të cilën i shtohen deri diku dhe i largohen, fjala vjen Filipinet, Tajlanda, deri diku Indonezia. Po. Në varësi të rrethanave politike. Problemi i Tajvanit është edhe një tjetër aspekt. Po folëm pak përpara për çështjen e BRICS-it. Të gjitha vendet e BRICS-it në fakt bëhen bashkë sepse kanë objektiva kombëtare që në fund të ditës mund të jenë divergjent me njëri tjetrin. Në atë zonë në cilën ne flasim, dhe ja pikërisht në këtë zonë, që nëse do të ishte që harta të shkonte pak më sipër, te Japonia. Po ti ke vende të cilat e kanë frikë ekspansionin kinez. In primis Tajvani. Tajvani është mund të jetë vetëm shenja, po ti ke Vietnamin, i cili dhe gjatë periudhës së luftës ftohtë ka pas 2 konflikte kufitare me Kinën. Edhe pse ishin vende të cilat bashkëndanin një ideologji. Ke Tajlandën. Burma është një vend i cili luhatet me regjimin e vet, është pro-kinez, po deri në pikën që nuk preket regjimi. Ke Indonezinë, e cila ka aspiratat vetë, është një vend relativisht i rëndësishëm. Ke Filipinet, sidomos vende si Filipinet përballen me konfliktet natyrës detare me Kinën. Pra nëse do binte Tajvani, këmbana do binte edhe për këto vende. Do binte ajo ideja e përmbajtjes Kinës. Megjithatë, nëse do t'i referohemi historisë, Kina në raport me këto vende ka pas një lloj imperializmi deri diku beni dhe kulturor, nuk ka qenë imperializëm ushtarak. Pra kjo historia kineze, historia perandorake kineze, deri para daljes në skenë të Japonisë, në raport me këto vende,
ka qenë një histori benigje, eksport më tepër i modelit kulturor, i cili vjen edhe vetë, se nuk ka nevojë që ta eksportosh me dhunë, pa absorbohet vetë, alfabeti, deri diku aspektet natyrës gjuhësore, konsume kështu me radhë. E gjithë zona, nga Burma, Tajlanda, Myanmari, Tajlanda, Kambodža, Vietnami, deri diku kjo zona poshtë, Indonezisë, Filipinë, kanë qenë të Japonia, vetë Korea, kanë qenë të influencuar nga kultura kineze. Plas deri në shekullin 19. Me ardhin dalin skenë të Japonisë, ndryshon modeli imperializmit. Është imperializëm ala europian, kontroll resursesh, territorie, më të thash. Në rast se Kina do t'i tregojë këtë lloj imperializmi, ndofta këto vende dhe mund të jenë se dush mund ta pranojnë primatin kinez. Problemi qëndron që Kina nuk është më Kina perandorake, Kina është specifikisht një shtet kombëtar. Dhe Tajvanin do ta marrë si pjesë e riabsorbimit brenda trupit kombëtar të një cope e cila arri pa dëshirën e Kinës dhe pavarësisht opinionit publik në Tajvan. Kështu që Tajvani po thua Kled. Tajvani është një Iranin për Tajvanin, kjo është ajo oferta. Nuk ja vlen të shesë